Sultan Novruzi, një ditë e shënuar për të gjithë besimtarët Bektashi, Haxhi Dede Edmond Ibrahimaj, kryegjyshi botëror i Bektashimve në ditën e Sultan Nevruzit, ka uruar mirësi për të gjithë qytetarët, ndërsa ka bërë thirrje që të luhetemi për paqe dhe mirësi. Të falemi për njerëzit e mjeruar dhe të mëbek, të mbetur në mes të udhëve, pa plange, pa shtëpi, për bënjakët, e timët dhe mëmët e tyre, Zoti i dhënë për dallim e i bekoft, për lumturinë e njerëzit, pajtuar nga lindjen Perëndim dhe për dashurinë e tyre, Zoti e bekoft. Për Shqipërinë dhe shqiptarët, Zoti dhënë vllazëri të fortë, plotësim, mbarësi në çdo punë, begati, shëndet, fuqi të fortë, karakter të patundur, lavdi, nder e mirësi dhe gjitha këto, Zoti e bekoft. Në këtë ditë vinë urimet nga politika. Presidenti Bajram Begaj përmes një postimi në rrjetet sociale ka uruar besimtarët Bektashi për festën e Sultan Novruzit, një ditë e konsideruar nga ata si më e bekuara e vitit, pasi shënon nisjen e pranverës dhe përkon me ditëlindjen e Imam Aliut. Presidenti uroi që kjo ditë të sjellë begati e mirësi në çdo vatër të çdo besimtari dhe çdo qytetari. Kryetaria e Kuvendit Elisa Spiropali ka vizituar kryegjyshatën botërore të Bektashimve në Tiranë, ku edhe uroi festën e Sultan Novruzit. Sipas saj, është një kremtim popullor që sjell gëzim në familjet e të gjithëve, një reflektim që drita, dashuria dhe toleranca të përshkojnë jetën tona. Është një festë e rëndësishme për të gjithë shqiptarët, simbolizon ringjalljen e natyrës, sjell të mirën pranesh, më shumë dritë dhe i merr natës për t'i dhënë ditës. Është ditëlindja e bekuar e Imam Aliut dhe përkon me pranverën e cila mund dimrin e ftohtë dhe arrin që në çdo zemër të njerëzve të sjellë të mirën. Festa e Sultan Nevruzit është uruar edhe nga kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha për sa më shumë mirësi mes të gjithë shqiptarëve. Nevruzit ka uroj të gjithë bektashit shqiptar me këtë rast, por është dhe 22 marsi. Festa, dita në cilën ne shqiptarët përmbysëm me votën e lirë diktaturën staliniste më të egër që Europa kishte njohur pas luftës së dytë botërore. 22 marsi konsiderohet nga besimtarët Bektashi një ditë e shenjtë. Dita e Novruzit një festë nga më të rëndësishmet për të gjithë komunitetin Bektashi.